Spakut dhe jo me 1 me 2, po me një mal me dosje. Sonila, në fakt, kur edhe në redaksi po i diskutonin me kolegët Saraçi dhe me kolegët e tjerë përgjigjet e zotit Rama, mua në fakt më kujtua përgjigja Ramës për Erben Ahmetaj. Nëse u kujtohet në një emision kolegut Fevziu, tha që nëse do isha unë gjykatës, kjo punë ndoshta do shkonte edhe më keq dhe gjithë e pam se si përfundoi edhe dosja e zotit Ahmetaj, ato detajet pothuajse krejt parancishme që u hodhën si ilaç ose si ushqim për atë që është drejtësia popullore, ndërsa në rastin konkret është një situatë shumë specifike, është një nga emrat më të përfolur për korrupsion edhe për lidhje me botën e ndëshme Belinda Balluku. Pyetja që shtrohet është se pse jemi kaq vonë në këtë histori, pasi kallëzimet kanë qenë aty konkrete, domethënë sado e kanë para të dosjen e Erion Veliet dhe sado e cunguar është edhe që emrin e Veliet e lidh pashmangshmërisht me incineratorët apo me dosjen 5D. Në raport me zonjën Balluku më ka bërë përshtypje numri i madh i dosjeve në të cilat del emri i saj, se nis shumë më herët, nis që me aferën e portit të Limionit, ku është i përfshirë edhe presidenti Begaj, zoti Kolçaku, nuk e kam idenë nëse është aktualisht deputeti i Partisë Socialiste. Po, ishte deputeti i Partisë Socialiste për të ardhur tek tigrat, për të ardhur tek ato si çfarë ka ndodhur me atë 5D-n e rrugëve. Logu i shuri televizioni ka zbuluar gjithë dosjet. Pothuajse të gjitha aferat më pas janë dorëzuar edhe nga Partia Demokratike, ashtu sikurse po bëhet tani edhe me entin që pritet të krijohet për atë ujësjellsin apo me energjinë elektrike, dhe mbi gjitha kësaj i bashkohet dhe raporti i fundit i OSBE-Diri që doli vetëm para pak ditësh që qartazi Fierin e cilësonte si kryeqytetin e krimit elektoral sa i përket aspektit të përdorimit të administratës. Ku zonja Balluku ishte drejtuese politike. Zonja Balluku ishte drejtuese politik. Pyetja që shtrohet është se pse erdhëm në këtë moment dhe se pse erdhëm kaq vonë. Edhe unë e gjykoj që zoti Rama është një situatë shumë vështirë që në perceptimin tim i duhen kurbanët e radhës për të shpëtuar veten e tij. Është detyruar ta dorëzoj, domethënë në këtë rast do përpiqemi të deduktojmë. Pra është detyruar ta dorëzoj zonjën Balluku. Është pak e vështirë të flasësh, por nëse ti shikon gjuhën e Ramës, jemi në të njëjtat hapa që ishte me Erion Veliajn. Një ditë para arrestimit të Erion Veliajt, zoti Rama ishte bashkë me zotin Veliaj në qytet studenti që flisin për arritje se si kryeqyteti e kishte të domosdoshëm drejtimin nga ana e zotit Veliaj. Ndërkohë vetëm ditën që doli lajmi, po atë ditë 4 orë para, zoti Rama publikonte postimet e zonjës Balluku për autostradën Tiranë-Durrës, që për hir të vërtetës edhe çështja e 25 milionë euroshit për kilometër katror është një çështje që besoj do ketë atë specifikën e vet në hetimet e Spakut dhe jemi fiks në kushte të ngjashme. Pastaj, se si do vijoj puna e Spakut, ne do duhet shohim arsyen sepse është thirrur për të kuptuar dhe për të krijuar ato deduksionet tona se deri ku do shkojnë to hetime. Po, një gjë është e sigurt, sa do hetime të ketë, nëse nuk shkohet ajo që është maja e kupolës dhe që drejton të gjithë të organizëm, besoj është gjithë modeli qeverisë, se thash është e pamundur që ti aferën e incineratorëve ta shihet të shkëputur nga kryeministri Edi Rama, dhe unë e shoh pamundur që për gjitha këto afera që përmenda zonjën Balluku aktualisht, ta shoh të shkëputur nga Edi Rama, tani tuneli Llogaras e denoncoi vetë zoti Ahmetaj. Po nuk besoj që zoti Rama nuk ishte përfshirë në këtë aferë dhe zonja Balluku ka arritur që të krijojë vetë kontaktet le të kujtojmë pak që në 2-3 vitet e fundit kush është njeriu që ka vendosur firmën në çdo dokument. Është zonja Balluku për hir të vërtetës që në pjesën më të madhe është një praktik kryeministër në vetë zonja Sonila nga momenti që ka marrë atë postë ka alokuar po themi rreth 12 miliardë euro fonde publike, pra llokun ose pjesën e luanit të fondeve publike i ka ministria në varësi të zonjës Balluku. Në fakt ja çfarë deklaronte paraardhësi, vetëm një moment e tjerë. Ja çfarë deklaronte paraardhësi saj zoti Erben Ahmetaj, mos gaboj 9 muaj më parë në një intervistë për Çim Peka Live.